dridhe zemra me t'ingujt e gitares. Si e qmaj që ti mazhi më katares. Më mungojnë ata sytë tu. Më mungon jeta që kemi jetu. Më dridhet zemra me t'ingujt e gitares. Si e shfaq që ti mazhi më katares. Ah, më mungojnë ato sytë tu. Më mungon jeta që kemi jetu. Zdo më t'luaj atë melodi. Si plak zemra më kujto veshti. Lotët rjedhin në notat e mia. Sot po vuaj nga dashnia. Nuk jam fajtor që të doja. Nuk jam marmi që të përshafoja. Dija mish gënjër nga kjo jet. Gënjesën ma bërej të vërtet. Më dridhe zemra me t'ingujt e gitares. Si e qmaj që ti mazhi më katares. Më mungojnë ata sytë tu. Më mungon jeta që kemi jetu. Më dridhet zemra me t'ingujt e gitares. Si e qmaj që ti mazhi më katares. Më mungojnë ata sytë tu. Më mungon jeta që kemi jetu. Përshëndetje! Si që keni kuptu, jemi me dy super këngëtar, Landi Roko dhe Flor Tufallari. Mirë se erdhët, o bukuroshat e mi. Mirë se t'gjetëm. Ui! O bukuroshi jonë. O qa perle të dy sinkron. Ej, si ndjeni kur merrni atë dashurinë e publikut, se me thënë drejtën juve ju dun shumë. Kur del Landi dhe Flori në sken, digjet skena, merr flak dhe zjarr fiksja, kur vje ka marru punë veni aty, vetëm hearing ka ngel. Fatikisht nuk ka akoma rrugë për zjarr fikse, se problem të pallati nuk futesh. Ky është një nga problemet. A kupton vllajin tat, po ne dum publikun, edhe na dun shumë fatikisht. Falenderojmë Zotin, edhe djemt që kemi batalionin për 13 që na përkrah. Me Babaxhanin, me Cybardhin, me Vinin, me Adriano Manushi, Cybar Tirana! Me Klod Neçimit, me Lir Tironsin, Lir Neketit, Donin. Në të vllajin ton vazhdim. O plak i... Me që e kena këtu. Po. Ky u bo si shpisë, plak. Zonata po vjen këtu. Po ti merre këtu më punsoj këtu? Po, do t'i lidhi roktit, po isha as kërko shumë. Valteri është një nga harmonisët më të mirë Shqipëri. Edhe na krenar se është djali mirë mi të gjitha. Patjetër. Edhe është super organist. Një duart rokitje. Big up për Valterin. Okay. Flori, qa përjeton kur njerëzit shkojnë thojnë bravo se na knaqe, kur ndjen atë dashurinë e publikut? Zozo, faleminderit për ftesën një herë. Mirë se erdhe. Je shumë i mirë edhe të urojmë suksese si unë Floriani bashkë me Landi. Faleminderit shumë. Gjithashtu e kena edhe një falënderim për gjithë fansat ton, kudo që ndodhen, për gjithë. I përshëndesim shumë, për zemërsisht. I falenderojmë gjithë edhe ne i duam shumë, edhe i përshëndesim gjithë anë mban botës kudo që janë. Ej. Zoti ju rujt kretëve, ju përshëndesim nga zemra, Landi, Flori. Love you. Love you all. Do kemi shumë projekte të reja, edhe me Zozon bashk. Patjetër, unë jam pjesë e projekteve të juaja gjithë jetën, se stanova. Orlando, kush ishte kënga që ndryshoi, si më thon, karrierën tate, rrjedhën e karrierës tate? Ne kemi shumë këngë, Zozo, po që kemi dalë,
Do me thënë që kemi punu shumë vite më përpara, kemi qenë Kalamoj, e kemi njës të Meksiko, të Babaxhani, të Çakallushi, aty e nisëm, më mrapa erdhi Flori atje. Ke Çaku? Po, aty u nisëm, të dy, ai lokali ka qenë Se dhe ti ke i qenë bar. aty? Kena qenë shumë, kam qenë Ka qenë i bar ai lokali. 13 vjeç. 13 vjeç? 13 vjeç. Kam Wow, qenë, jam 2 vjet më i madh se Flori, kam qenë 15, 16. je më i madh. Po Landi është Domethënë 2-3 vjet pak më i madh. ti je vllai i vogël. Unë jam vllai i vogël, vllai i madh. Okej. Po kënga ajo që të bëri ty që ty të doj publiku Do shumë. të thënë me këngën Ti ke lind për qef, kur erdhi Flori, në atë vite do me thënë u fut në grup, në batalionin. Ai ishte kënga domethënë e parë që na dha. Landi kishte më shumë këngë para. Okej. Pa jo na dha një sukses. Një sukses. Ti ke lind për qef ishte Ajo ishte hit bumi. botror me thon drejt. Ka qenë kohë karantinë, ne të shkretit po vinim që bëm kongën se s'na lejoshte me makina, kena ardhur gjithë me bicikleta. Gjithë me bicikleta. Imagjino Bashkë Landi. Martinin vllajën ton. Po, bashkë. Imagjino Landi me Florin me bicikletë, njëri para, tjetri mrapa. Në klen të shteti, më vllai. Dhe erdhëm me bicikleta të gjithë. Qa biciklete kishe me tuba apo nga Ka 28 çat vlla. perl fare. Për kënaqësinë tuaj, pas ke pi Çiko jet nga Landi Roko edhe Flori. Pas ke pi i qigoje, pas ke pi i mere ti taksi në jet, mos ec me makin. Pas ke pi i qigoje, pas ke pi i qik, mere ti taksi në jet, mos ec me makin. Ti ke lind për qef, o zozo, ti ke lind për qef. Për pare standje, o zozo, për pare standje. Come on! Ti ke lind për qef, o zozo, ti ke lind për qef. Për pare standje, o zozo, për pare standje. A shikoni qa bëjnë këta të dy më? Landi dhe Flori janë dielli dhe ona për sa i përket muzikës, po dhe si çuna. Dhe si çuna, jeni çuna kampion. Po ne jemi rrit bashkë me zotë. Po patjetër, Bashkë me ty valla. jena rrit gjithë bashkarisht, all talk together. Ore, po si lindi ideja e pas ke pi Çiko jet? Fatikisht nga u bë kjo shprehje u bë virale te filmi mos gabofsha Me Baharin duket. Me Bahar Merën. Bahar Mera e ka Përshëndesim bo. shumë. Po e E përshëndesim përshëndesim. Dibronin tom. Patjetër. Është një nga humoristët më të mirë fatikisht që Patjetër. kemi. Edhe nga i fatikisht nisi ajo dhe bëjmë tallava, e bonte pak Altini kështu pas ke pi çike, vajtën të Alskedi, që e përshëndesim dhe Patjetër Alskedi. dhe Alskedi. E bëm shumë shpejt. E bëni Doli shpejt ajo. e shumë bukur u bë, shumë bukur. Altini e këndonte live. Ti ke lind për qef. Po, Ne e knoshim pas ke pi Çiko jet, punoshim ke Zionino, që i përshëndesim edhe Avniun. Avni Buçpavën e përshëndesim. patjetër që gjithë i bot çokat Lali. Po Po, bëjmë pra i po, çik po. podcast tash. Po, i përshëndesim. Un kam menu se do ketë qenë ai tip aty ke lagja 10 që rritë gërnet gjithë ditën edhe jeni frymzuar nga ai për. E di kë morëm ne morëm që morëm kështu, si quhet ai. Personazh aty ke Personazh. videoklipi. Po. Se një qoti, zotë. e morëm aty ato ne. Shumë tipaj. Dgjoj vllajën ta. O, Lando. Ne ishim gjithë notën tu knute Zionino. Edhe mëngjes, ai ishte roja parkingut që ne e përshëndesim. Gjigant. I harrova me emrin babos, që e përshëndesim dhe atë. Luan Çupi, përshëndesim. Ishte te parkingu që rrinte aty me Po. çunat me ne. Edhe pash aty babo. Do vish me ne dalësh i thash videoklip. Sa vallaj tha du ne i lek më sa. S'vi do pa lek. Po sa lek do, 20.000 lek do m'ja pësh babo. Ja vllai jot i thash, 25 do t'ja. Perl fare, ai ishte, mos them që dhe për atit u bë konga hit me thon drejtën. Ai ishte personazh më valla. Shumë personazh. Si meksikan. O Flor, po për ty, si ishte pikës pari e ardhmja në Tiranë, pastaj karriera në Tiranë. Si nisi, se me thonë drejtën ne kemi kohë që njihemi, po fiks si fare as unë kena bë mohabet. stadi historinë me thonë drejtën.
Unë kam qenë 13 vjeç, kur erdha në Tiranë, normal fillimi ishte i vështirë, kishim ato gjonat tona. Patjetër sfida, peripeci. Shumë vegjël, Po. por pasi njofta çunat, domethënë unë njofta me Landin. Si u njoftë ty të dy? Si u njoftë ty të dy? Landi punonte ke Zionina. Okej, dhe ti shkove si këngëtar i ftuar. Unë po punoja me Lirin. Pasi iku Landi një farkore, nuk e di, vazhdoj me Adin, me çunat në për koncerte. Edhe aty ishte Lir Tironci, më merr Liri, më thot hajde ke Zionino, punojmë bashkë aty. Okej. Edhe unë po knoja me Lirin çdo natë, vinte Landi, më dëgjonte, edhe U lidhëm. tha pse mos bashkëpunojmë bashkë. U lidhëm aty bashkë. Dhe me thonë u bo një 7 vite që ne jena të dy edhe nuk ndajemi. Kuptoj, jeni si ato vëllezërit si Ames. Nuk ndajemi. Që janë pandashur. Ose Moli me Jeti. Moli me Jeti na kanë thonë shumë, Moli me Jeti, kështu që Moli Jeti. No, nuk Prisë kam ekziston. një gjë të bukur të Tironi për të pandashur. Tregoj ke kamera madhe. No, urdhëron. Çfarë është? Frida shumë. Moli. Flori Dionda. Dhe shi foton. Pel fare Moli. E përshëndesim Moli. I përshëndesim shumë këngëtarët e Tiranës, Moli dhe Jeti. Patjetër janë legjenda. Gjiganda. O Flor, po për ty kush ishte kënga që ndryshoi rrjedhën e karrierës tande? Edhe për mua pra ishte pas ke pi çiko jetë bashkë me Landin. Basa se pastaj plasi dilemën, po të kishur një shëri Itali, më thotë, më ky as kam bëj këngë bukur. I thash kënoje vllai im, thash bëj sa më shpejt, i thash. Po të pres ty tha ky, ta bëjmë bashkë. Por s'ka një soje në nesër, s'na prish problem, thash. Po pra, se në fakt po të pyesja për kështu këngë personale, jo bashkëpunim. Po pra, shive, ishte pas ke pi çiko jetë që na dha atë Patjetër, po. fuqin. Pastaj vazhdova me Katilen. Katilen. Dilema bashkë me Landin, pastaj që kena prap bashkëpunime, po këto ishin ato të para. Po ku frymëzove ke kjo Katilja? Ça ndodhi me ty që? Katilja në fakt e kishim bërë çunat, Deizo me Sardin që i përshëndesim. Nuk edhe më ftojnë për bashkëpunim. E kuptoj, nuk e se Jo, kishim tu ka tregu na njona Katile edhe. Jo, më shpirti vllajt. Jo, më zemër ina rregull. Atëre kur ishe në jetën tënde të lirë. Po. Besoj se ke pas sukses me çfarë më vëlla? Shiko, nuk është se kena qenë shumë të lirë në fakt se edhe atëre? Qenë 20 vjeç. O bob, qenë periudha e keqe keqe me këtë fare. Se ky kish pas ka lidh komën çka kalamo. Po, jam qenë 20 vjeç vëlla jo. Falenderoj Zotin, jam shumë mirë, jam shumë i lumtur. Ty po thuj se të njëjtën histori kemi. Jemi rrit. Ore, pse Mileti kanë përshtypjen për ju të dy që ju boni namin o plak? Për çfarë për shembull? Bëjmë namin. Me kong pra, me kong. Ne jemi çuna të mirë, rreth parë jemi familjar. Jo, si u paraqikon njëri, o valla. Dakor, jemi familjar, po e shpjegojmë. Nga ana publikut po thot Zoto. Nuk jemi se jemi të shturur në jetën tonë. Me jetën e natës, po thuj se ka ca vite që kemi bë stop, nuk dalim, nuk keni prish dokumentat. Sepse jena loll, kena kënu shumë vite, kemi 10 vjet. Po thuj se që kur rritëm 16 vjeç deri në mosh 26, kena kënu lokal natë. Jetën e natës se keni bën nga hall ju, se keni bën nga qefi. Po kaq fuqi kishim vllai, e kupton se ishim shtëpi me qera. Normal. Ti zemra vllajt, mos thuj për fuqi se ti e prej betoni. Ti e kali vllaj. Kali vllaj. Gjë furja. Okej, miq të dashur, do të gjejmë një nga perlat e Flor Tufallarit. Për ty jam dhe jetën, ma shumë se vetëm ty të du. Ta falla ty dhe ndjenjën, ti e vetëm për mu. Për ty jam dhe jetën, ma shumë se vetëm ty të du. Ta falla ty dhe ndjenjën, ti e vetëm për mu. Djej për ty ma kur dje lërg me je. Bukur jera jam i zmendur pas të je. Ton sharullin e frytit. Djej për ty ma kur dje lërg me je. Bukur
vazhdo jem. Për ty jam dhe jetën, ma shumë se vetëm ty të du. Ta fal aty dhe ndjenjën, ti je vetëm për mu. Për ty jam dhe jetën, ma shumë se vetëm ty të du. Ta fal aty dhe ndjenjën, ti je vetëm për mu. Florja Tufallari! Shpresoj që mos keni thirr ambulancën këtë rast, se me vërtet kur kënon Flori, po kur kënojnë të dy bashk, jo ambulancën, po duhet me thirr ku diun. Zjarr fiksën. Ambulancën dhe zjarr fiks, të dyja bashkë. Të dyja të vim, edhe policia shtetit duhet vi se... Dhe infermierë mrena vllajnë. Po... Infermierë, thot, jo vetëm doktori, nuk lejohet. S'di që të temu, ne i ka qef infermierët. Jo, tamam, kush do nguli gjilponën, njeka. Qa thumë më O quna, vuna re që erdhët pak me vones, me thonë drejtën. Me thonë drejtën, E justifikueshme, nuk ka problem, po pyetja 10 që... minuta pak me vones. Po, shiko. se në mërzit e qikliri me thonë drejtën, për s'ka problem. E përshëndesim. Allah, im se Është vllai jonë dhe Liri. diskutohet, po... O vlla, ta bëhet Ishte qik me vones Flori se... Isha në gjumë. Edhe Valteri qik. Po mi Trafiku. më s'ka gjë sa i vjen nga Durrësi, po? Tani duhet... O quna, kush nga ju të dy gjon më shumë kohë para pasqyrës? Kjo është pyetja, lenini këto. Ja, nuk... Ai është rhat, la, bëj kapelje dhe hati. Unë jam me kapelje, vlla. Se në vllajtat nuk shkon kapelje, se qa zemra. Pastaj, jo vetëm nga ne të dy, kena dhe... E harrove Valteri? Valteri i rregullon flokët edhe kur s'fryer. I kota. Ma shumë nga ne të dy, aqë Valteri. Perl fare, o Valteri, qa thot ky më laj? A më laj? Jo, quna, shiko, O Zozo, po nafto më shpesh, valla. pa tjetër, është nder dhe privilegj ju kam sot këtu ke Zozo Podcast, ma shumë peripecish, ma shumë telefonatash, ma shumë, jo se nuk dun qunat, pa tjetër, për janë busy, janë jeta këtyreve më shumë është në për aviona, se sa në tokë. E vërtet? E vërtet është, vlla. Ja, Shumë fluks, shumë... Nesër në 6 mjeset nisën për Gjermani. Ashtu, Nga Gjermania në Kosovë. Dhe nuk ishte ajo që thuti jo telefonat atë gjonat. Ne kishim lënë telefon që do vinte ty, po sa të gjem kohën, mos na e thuj jo pa ashtu. Kemi vllallën e vim këtu dhe pa na ftuti. S'bëhet fjalë më për s'bëhet fjalë, po tash. Në më ne vim çdo natë këtu, po ndoshta nuk vim intervistë, vim atje. Po mirë. Se kena edhe Vanin natin çunat që po na presin për O kafe. Vano, hajde pimi kafe. Bashkë me Lencin. E Një përshëndesim. përshëndetje të veçantë kena për shokun ton, e di veti për Nue Pal Gjogon. E përshëndesim. O plak se mund të ekzistoj me vërtej. Ska gjë, përshëndesim. E përshëndesim. Mirë, okej, dakord. Unë përshëndes të madhin Adriano Manushin, Sybar Tiranën. E përshëndesim dhe ne. Edhe ne përshëndesim nga zemra generalin e Shqipërisë, Adriano Manushi. Nese, me që të përshëndesim Adin tani, dhe bëjmë i kongë. Hajde. Do na bësh një re minor logo? Jere minor, po... E ke kështu frymëzim këtë direkt. Jo, se është se kishim frymëzim, e kena bollë më përpara, Hajde, ne po. ha. T'ja bëm surprizë vllai ton. Hajde, Do ja bësh ti parë, pastaj unë. ha. Jemi gati. Lali florit dit në kënon Gjenja Manushi është kampion O si bardi Ti të vëroj Gjelio Babi të do fort 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 Na e boni Allah dhe qikë se jena e qikë shu si më vështërsi. Edhe Gjenjo Manushin e përshëndesim zemrën tonë. Qun kampion, ai ka për ta pa këtë podcast inshallah, edhe ne të përshëndesim, edhe inshallah
jetë gjatë edhe lirim sa më shpejt patjetër. Amin. E dum fort, vi afër nesh sa më shpejt. Okej. Po çana bë çumë. Emociona, me zë po gnoni, ma kupton Po, pse vllajta. Po Landi Na ka erdhi syt me lot. Fokusoj kamera Landin. jam lene tani. Afroju Landit. Edhe Flori gjithashtu. Edhe, okej. Ta ndryshojmë pak situatën se Okej. u zhytëm në dëshpërim me thënë drejtën. Okej, çuna, kush nga ju të dy e ka më të madh? Famën tek publiku. Ma tha dhe më rëndo më këtë pyetje. Unë I thash mikrofonat I kena njësoj, si kena blemi një kompani. Me nova pyetje, me nova këshpia që të I them. Jo, la. I kemi gato UQL, si GLX. GLX, çfarë quhen ato? Po, Landi është Landi është më I madh, është më I famshëm. më I famë. Po kuptoj gjë vllai jot. Nuk e di çfarë boni ju, po vllai jot çfarë zy me gjumë dham si trullosa. Do boni çfarë doni ja. Doni se po ju lejoj se Jo, shiko, se edhe nga eksperiencat po çfarë Ti famë. ke dalë më përpara. Po, është vërtet, është vërtet. Falenderojmë Zotin dhe herë ta thash dhe I shpar që ne në njerëzit na duan kaq shumë. Ne jemi 2-1. Po kupton vllai? Po, patjetër. Jeni Jeni më kur kena vajt punë se na ka rasis në punë në gjë. Kur kënoj vetëm unë ose kur kënoj këtu ne Nuk kena kënojmë thonë dot, gjithmonë, nuk kënojmë vlla. Na mungon diçka, më kupton. Kena kënu për shkak kena kalu rrallën sa me kalu rrallën, sa me mbaru punë. Ju që kena kënu me atë. Na ka mungu njëri tjetër, më kupton? E kuptoj. Kush e djeg skenën I pari? Po të dy Të jemi dy, ne, po të të dy, dy ne nuk gjithmonë dalim veç e veç, nuk asnjëherë. dalim veç e veç. Po si ka mundsi si Po sepse si e kështu shpjegoni jemi këtë gjë? lidhur, jemi lidhur me vlla. Edhe kongët I kena ta I kemi bashkë. bashkë. Po jo e se rrej ky o plak. Shiko Po këtu jo ki. mos e srrej fare. Jo, ta tregoj një rast. Ishim Durrës, se s'du me përmend emrin e lokalit. Edhe më ke marrë atë ditë një 800 pound, vetëm po knoshe ti. Ku e kishe Florin? Po pra, po ti ka marrë unë se duhet me ti marrë, e kupton? Jo, atë e di. Se mos I kërkon prap mrapshmër. Po ja dhash me mrapa. Ja ve. Re gjenjen, mastron. Ti e di që vetëm unë që nuk mashtroj. Gjenjen. Lekët mrapa kur marrum dhe kërkoj vetë kjo, ja kupton, lekët e mia tha. Na më vlla im se s'ti marr lekët e tuja, kupton unë. Di vetë ti Po pa. Flori, çfarë thot kjo na nxorri orliqet? A ndodh shpesh kjo gjëja? Te shokët tonë të gjithë po thujse se s'është mirë. Ato që na kanë bëva ki që na kanë nga 10 milion lekë, kupton? Se pindën na dun fort, a kupton? Po, e di. S'bëhet fjalla I merr lekët I bëj çunave, çunat tonë. Po sa I që ka shumë pastaj vlla. Urdhri vetë meni nuk I do fare. Vlla, Nuk I do, kupton, e ka s'ka bë me problem. zemër, I ka hedhur me zemër, nuk I do më mra. Nuk I do, ë? Rastis që nuk I dun, s'besoj. Sa I prap si është, ha? A Maldero. kush e jep urdhrin që thot, jebe se kena shok. Qa gjiganda she. Po mirë, po pastaj prishet atmosfera, se si t'vje me knu pastaj, se se morë... Para ndodh shpesh kjo, po më. Po mos e s'para ndodh shpesh. Ja, Ja, raste tralla. Çfarë thot vllai? rastet tralla janë që nuk ndodh. Se na ndodhi një defekt teknik. Ku e lam? Ku e la me guna vëdi, ajde zozo di e mbredi. Ku e la me guna vëdi, ajde zozo di e mbredi. Ku e la me ku në mbeti, ajde ti e mreti. Ku e la me ku në mbeti, ajde ti e mreti. Mos u mërzit vlla se ta bëjmë kong direkt. Landi Flori, Shërbeti, Sibi. Landi Flori. Këto janë të parashikueshëm. Okej, ne ishim tu bë muhabet, op doli iti radhës. Ku e la Ne- me kuna mbeti. Vaj vatane, vaj Mileti. Zotë ti e meti, Landi Flori, Po s'ke, po Shërbeti. mos e vit me- Je gjigant, jeni gjiganta. Shneti. Unë kam Zoti një Shnetin. Kam një përshëndetje speciale për kameramanin. Sot jemi me një kameraman tjetër
që e kemi kështu elektron të lirë. Sandrin, Aleksandr Bodani, Respekt dhe përshëndes. një nga kameramanët më të Po ky kameramani mirë. pas ka shumë flori më vlla im. po me flori. është nga Dubai, pra ne. Mashallah. Është nga Dubai. O çuna, unë kisha bo gati një surprizë për ju. Po jo, surprizën nuk është se do ta bëj unë, do ja bën ju njëri tjetrit. Erdhi momenti më duket. Apo ta lëm për më vonë. Jo më të bëjë, s'ka problem. Ja. Okej, Na pëlqen surprizat. shiko, me një këngë nga Landi Roko, me një këngë të shpirtit, me një këngë që do mërziteni shumë kur ta dëgjoni. Për ju Landi Roko! Thank you Zozo. Një përshëndetje kena edhe për vllajin ton për Vingonxhi në Zozo. E përshëndesim patjetër. Vingonxhi do të Gigantin e shumë. Bjorn- Në Shqipëri dhe në Ballkan. Patjetër. Të kam thënë se je dashni E vetë mja di për sytë mi Landi Roko. Ti e di sa shumë të du Ti e bota veç për mu Ta jabi jetën ty, ta falë zemrën ty, veç ty Ti më falë të bukraci Ej Landi Roko. Ta jabi jetën ty, ta falë zemrën ty, veç ty Ti më falë të bukraci Të lumt të rryli i fytit Landi Roko. Faleminderit. Je gjigant, po ti gjithmonë ke qenë gjigant. Jo, më ca gjigant. Sigur ishin vetëm fëmijë. Allahu. Patjetër, po e kam fjalën nga ana artistike. Emocionohem Si këngëtar. shpejt unë vllai, nuk e di na ngec, nuk nëj dot se emocionohem, nuk e di. Ky është ai ylli mballë që ke ti. Jo. Sepse ti kur shpreh dhe emocionin dhe fjalën dhe melodinë. Artistët ato që e ndjejnë, se ne kena pa njëri tjetrin, se ne shihena nga syt, po emocionohen, a kupton. Na kap Je florin, kap gjigant. varet se si kap. E kap në njërin e ne ka mbrapa pa të shoh në ju. Bishët me o qa keni. Po kjo është Kena vazhdu dhe duj qajt me njëri tjetrin. Ju kam përfshi lotët. Tjetri. e Liriketit Jo, vajon. kisha zemër në agja i më liriketit. Landi Roko të lumt të rryli i fytit. Faleminderit o rryli vllajit. Rryli. E ka për rylin këtu. Rylin ke organo, e kupto? Jo se kena vazhdu janë ca kështu, ca rryla. Po, e di. Li shpinë. Pa Janë di. bukur ato Po, po. që është aty. Jo, s'ke faj. Ai Klodicimit, ama Klodicimit. Ai një dhe Senat Sabliqi. Po, Vllajon e Shnjaku përshëndesim. jon, vllai jon, giganti. E përshëndesim vllain ton, zemrën ton, Senatin. Kraun ton të djathtë. Po. Të kam thënë se jam arshik, kam dhënë fjallën e shoqnis. come on. Do të marrë këtë dera shpish. Po Senat, se gjithmonë e kam një gjumë nga që pëlqen shumë dhe... konga Jo, që është këngë e pëlqen- bukur. Konga që të pëlqen, a kupton, asnjëherë se regjistron tekstin ke truni, a kupton vllai. Jo, Senadi është këngëtar dhe këngëtar binçëm. Është këngëtar i fortë, është këngëtar. Patjetër, e përshëndesim Senadin. Tashi unë du një këngë me shiringa, me therrje, me Vetë me therrje ka këtuar. me shishe birre kokës. Ne kom dashnie, po. nga se Flori kënon vetë dashnisë. Mamen Jemi ke atë. dashnia, jemi ke dashnia, dimi nuk jeta lëvizim nga dashnia. Mani men atere, kur boshit në i balat bukur, për shembull, dilte njoni aty ke pista, bote sigurisht që i dashurum kështu për vdekje, thyte shish në birrës në kokë. Ju karasis të skena? Wow. Sa dusha? Shatësore. Grishën e bluzës. Si Van Damme. Okej, sot podcasti s'do ketë mbarume. Do rrini me ne deri në fund. Por ju, Landi dhe Flori, me një super hit tjetër që ju e dini shumë mirë, po të kënduar me shumë shpirt dhe me shumë atmosferë nga kjo studio, nga Te Zozo Podcast, zjarë quna! Dashni ma, me dilema, dilema
dile dilema Pasha zotin jetu vra e nuk e kupton sa Më thuj dashtin në po mdon t'i hala Dashtin ma kellon ma me dile dilema Dile dilema, dile dilema Pasha zotin jetu vra e nuk e kupton sa Më thuj dashtin apo mdon t'i hala A ma don shpiritin, ma don zëmrën Thuj habibi, se po shmendëm Për ty dhe jetën, me fali jetën Se të dua ma shumë se vetën Sa via via, via via I kam piu nga dashnia Sa via via, via via I kam piu nga Dashin ma kellon ma me dile dilema Dile dilema, dile dilema Pasha zotin jetu vra e nuk e kupton sa Më thuj dashti e po mdon t'i hala Dashtin ma kellon ma me dile dilema Dile dilema, dile dilema Pasha zotin jetu vra e nuk e kupton sa Më thuj dashti e po mdon t'i hala Bravo, Flor Tufallari! O, di broni im. Ti e nga Dibra, plak, ha? Nga Beshkopia. Ti e gallavosu? Beshkopia. Jena afër, jena afër. Qa lidhje ka më, po Dibra pra e përfshit? Sa gjigant? Zozi. Gjagji! është një tjetër i këngë super hit, që është kënga jote, me thënë drejtën. Është një balad, që... Baladë? Pa aty e kemi... Gjona tjera pa baladë. Aty e kemi sot atë shpirtin... Sot jena vetëm me piano, kështu që... Sot e justifikoj me balada. Sot jemi për qarje. Sot du me qaj, du të qaj nesër, për shumë. Nesër rrugës për Gjermani, ka avionit. 2 orë gjysë rruga, këpton, do qajmi që i këtë avioni. Mia dhe qaj. Okej, aty ku dua të dalë unë tani, është... është me të qara. Për ju, Qan Landi Roko! Shmerë do të qajt me ty. O dha, kam fjallën kong me qame, me ndjenjë, me shpirt. Jo me na qata mom. Okej, tani do i qajmë për Zozon dhe për të gjithë. Zjerë! Gjelozodi e bën nga madhi Je ëmbël nda jun ta fali Sa erderdu nga cmën këtë djali Pa ta thonë qojt fala nga lali Gjelozodi e bën nga madhi Je ëmbël nda jun ta fali Sa erderdu nga cmën këtë djali Pa ta thonë qojt fala nga lali Zemër ti mu jetën ma shton E di që të mungoj Dhe për mu të mërë madhi E di që ata gjelozoj Për shëndet i bel Qojt fala nga lali Zemër ti mu jetën ma shton E di që të mungoj Dhe për mu të mërë madhi E di që ata gjelozoj Për shëndet i bel Qojt fala nga lali Ju lumë të qara. Okej, zjarë, quna, tjetra. Bukuroshe, mori qaje, ama mirë këllona Mere djalin dër për dore, ashtu si t'ka hije Bukuroshe, mori qaje, ama mirë këllona Mere djalin dër për dore, ashtu si qahi Hajde! Ama në zozo kamera Më lërë të rrite me dhe pa Ama në nano kamera Më lërë të rrite me dhe pa Ajo ishte. Një përshëndetje kom për vajzën time, për Ohanën, për bukuroshën e babit, dhe përshëndes shumë.
Edhe gjithë bukuroshet kudo që ndodhen. Patjetër me jetë gjatë inshallah dhe u rrit me none me bab. Edhe Santi. Po ju si. Po ju si. Edhe aminën time, ta ongsha, baba. Pra ha. Fole. Mi përshëndetje kena edhe për princat e Valterit. Patjetër. Për dy princat e Valit. Të mytë me kalamojnë e shpirt. Tamam. 2, pret edhe 1 ti 3. Pres të 1. Ne, urime. Kush nuk e dite e zbuloj tani. Po qa? Je kena lënë dorë zotit, la. Okej, shumë mirë, super, të troj dhe ardh njet e shëndetshme. Faleminderit. Okej, a u knaqët thunit vërtetën? Me thonë drejtë nuk knaqëm shumë, vallaj u knaqëm shumë. O çuna, e keni pa atë këngëtarin e madh rumanis Florin Salam? Me këngën tuaj, ai Këngën e Flori, Dubai. Po, Dubai, me këngën Dubai ka gjeneru rreth 2 milion euro. E përshëndesim gjithashtu edhe Tashi, e madh Florin Salam. Patjetër, te ju best frate, te pup. Te ju best Florin Salam. Romania. Atje në Rumani ju Florin Salam. Respekte. 2 milion euro pas Shumë leka boj me kongën tuaj. Edhe me kongën time dikur boni leka me syni. Po ty t'la leka i më zemër. Po ju si u la si lek? On shlapën tate, Florin. Gjo, jemi për Dubai, zjarrrr. Nisu lali, jena për Dubai. E ti pagu pashai, Porsche po Ferrari. Nisu lali, jena për Dubai. E ti pagu pashai, Porsche po Ferrari. Nisu kali, mrapa. Abos, Ma bala, çuna. Ka bo liri konkalit. Është i mbar kali. Jo, kuajt janë kafsha më e bukur që ekziston. Ke hyrë në herë në kal? Hajde më vllai, hajde për ti të shkëshëm vllai, mos riko. Ka kupton vllai që jetë intervista. Hajde më vllai, futu tu dhe rirat, mos fol kot mbrapa kamerave. Ne do të dishim dhe për Hajde vllai. Ky është vllajon Lenci Ka Fabili. me lenzit. Që menaxhon TikTokun Ishim në Arabin. live. Tregoj historinë, tregoj se na Ishim në live. Arabin, Po, afro ke mikrofoni. Po si mua bet. Rama piti kueve. I thoti sokut bet ku merr vesh ti ta nga kali. Jo ta po merr vesh ti. O no. Ja braz kali. Okej. Po Lenco të rrit zoti madh. Të rrit zoti madh vllai. Lenci është kali pakt. Kali forti edhe ti. Ky është rrac furje. Kjo është devemër, deve. Gamile më gamile. Per. Po më kur do ja lësh rradhën Lenci që të bie podcast, por zotin do e marr. Po do ta marr, po ku i bie në vegli ti? Është menaxheri më vlla. Menaxheri i grupit. Jo. Do ju nxjerrit pala me gjithë. Ska gjë se vetëm mirë flet Lenci gjithmonë. Është instruktori kuajve. Okej, o çuna kemi këngë tjera? Po si skena më shpirt me gjithë këngët. Okej, mas sa atmosfere mu po mdheni mi në brinjët. Edhe Ata marr. mas sa atmosfere mu po mdhemi në brinjët, po mdhem shpnetka, po mdhem gjithë trupi nga qeshurat. Landi Roko je gjigant edhe ti Floro. Bashkë me ty. Edhe
Lenzi Fadilit. Okej, për gjithë katilet, kudo që ndodhen, mos e bofshim pikën e hajrit. Zjarr Flor Tufallari. Kati le, sa për ty jam de, sa për ty jam de. Ah, kati le, kati le, sa për ty jam de, sa për ty jam de. Ah, kati le. Të lumt dhëmballa e pikuris. Gjo, Lela, po këto Lela të plak. Lelat. Jo, familja Lela. Leila. Lela. Lela dun Leila. Se kisha ka pas herë këtë mesazhin e kësaj konge. Zjarr Landi Roko! Çka bën për Leila, çka bën për Leila, dashnin e kemerena, çka bën për Leila, çka bën për Leila, dashnin e kemerena. Të lumt Vetla. Çfarë do vaj? Unë s'kom që marun komplimentat, vaj. Miq të dashur të Tet Zozo Podcast, kur nuk keni për ta pa mo dhe herë tjetër këtë lloj podcasti me të madhin Landi Roko dhe Florian Tufallari. A u knaqet të çuna? Jo jena knaq, po jena ekstaz fare. na kapi damari. Okej, e mbyllim çuna? Si ti do i zemre vazhdojmë po. Kena dhe kong tjera më valla, se do. prap? Po valla. Këta Pritëm, ta janë menojmë. nuk shterojnë kurr. Halal gjithat miran që t'kam bu Ty halal, halal zemër vetëm më smaro Ty halal, vazhdo jetën ti pa mu jeto As për t'miret gështi mos kujto Unë edhe shpirtin ti me t'rathova veç për ty Sa her da falla dhe pse zemra nga ti mu dhy Beso desha me shpirt, por ti she po shpirt A e di se kom prit, pa mrejt nuk e lon dit I dhe shkun, jesh katru prej malit Emrin tem, ja kishe lon djalit Beso desha me shpirt, por ti she po shpirt A e di se kom prit, pa mrejt nuk e lon dit Halal gjithat mira që t'kam bu Ti halal, halal zemër vetëm mos marro Ti halal, vazhdo jetën ti pa mu jeto As për t'miret gështi mos kujto Ne falenderojmë Zotin për gjithçka që na ka dhënë. Ka beku shumë me këtë vokal që ke ti. Je i mrekullueshëm. Të falenderojmë. U prek çiko prek. Preksha për të mirë jeta. Bone Lando, bone. Jeni të mëdhej sinqerisht. Landi e ke rallën ti. Prapun. Po Mirë, si të thosh. E di çfarë do kënosh ti? I këngë për tradhtare, i këngë për jo. Ti do kënosh për fantazma. Vazhdo. Hajde. Zjarr Landi Roko! Një përshëndetje shumë veçantë kam për gjithë çunat e Tiranës dhe gocat e Tiranës. Patjetër i përshëndesin gjithë danoçat e Tiranës. Si fantazëm më afrohesh Si vampiri në për filma Kërkon jetën të më marrësh Me të puturat dhe klizma Vetëm më ndrat me shgënjime Po kalon kjo jeta ime Dhe se ko do të vua Perëndi në naime Se pikoloti në përfaqe Ati nuk do t'ja dish për mua
Dhe pse zemrat po më qatë, ti vampire je për mua, se unë të dua, gjithmon ti more, harron se ti gabohesh, kokën nga pas e kthen, dhe me mirë pendohesh, a ky pendimi të bëri monotone. Është e vështirë në dashuri, të jesh ti qumë Tirone. Është e vështirë në dashuri të jesh ti qumë Tirone. Vetëm ata që janë lindë e rritë në Tiranë dinë me dashuru. Ashtu si duhet. Të lungë goja Landi Roko. Faleminderit. Je shërbet për baklava. O sa i modh. Ju lum goja çuna, jeni dy si dy veshka isoj që s'kan dallim nga njëra tjetra. Ju jeni funksional në trupin e muzikës. Okej, faleminderit që ishe te Xoxo Podcast Flor Tufallari. Të falenderojmë ty Xoxo për ftesën, edhe inshallah sa më shumë sukses e paç. Je Faleminderit. shumë i mirë. Faleminderit për suportin. Jeni Si për ne, si për gjithë këngëtarët që do vinë këtu ke Xoxo Podcast. Jeni Faleminderit. të mirë se ardhur, sepse do kaloni shumë bukur. Ju përshëndesim gjithë. Ju falenderojmë nga zemra për gjithçka. Sa i mirë që je. Landi Roko, gjigant. Mos thuaj që të qaj prapë. Jo. Lando, e ke mytë sot. Për zotë, ma sot e ke Çfarë bëj mytë. vllai më për Ku, zotin. hajde. Jam dhe pa bukë, diçka për bukë. Landi Roko, faleminderit që ishe te Xoxo Podcast. Je një gjigant dhe legjendë gjallë. Ne të dy ti e di jemi takuar në epokën e gurit bashk. Kemi Kokën e hekrit dhe edhe hekrit edhe të gurit, domethënë që kemi shumë kohë që njihemi të dy. Dhe të falenderoj shumë që ishe te Xoxo Podcast. Faleminderit edhe ty, o Xoxo. Siç tha dhe Flori, të urojmë suksese në punë edhe në jetë. Faleminderit shumë. Të dum shumë, fjalët e tepërta janë fugarallik. Po, Te Xoxo jemi shpiton dhe të duam shumë. faleminderit edhe unë ju du të dyve, jeni shërbeta. Të dashur miq, ky ishte podcasti për sot. Do ju kisha lutur që ta ndiqni në për platformat tona sociale, tek Instagrami, Facebooku, TikToku dhe gjithandej ku neve ju pikturohemi me këngën e fundit Landi Rokos dhe Flor Tufallarit. Ju përshëndesim dhe ju përqaputhim. Bye! Ju përshëndesim gjithë. Dy vlazni, jena një, dy vlazni, jena një, dy vlazni, jena një, dy vlazni, jena një. Flor Tufallari, Landi Roko, bye!